Temperaturat e pakënaqësisë ndaj padrinos dhe qeverisë së tij shprehen kudo. Por krahas këtyre ka patur dhe shfaqje shumë të rënda. Dëshmi të mjediseve kriminale që janë krijuar në këtë vend si pasojë e mungesës së shtetit ligjor, zëvendësimit të tij me narkoshtetin. Por fakti që në Shqipëri janë krijuar mjedise të tilla, ku të inkriminuara, ku mund të ndodhin përleshje me armë të ftohta dhe armë zjarri midis 10 qytetarëve njëkohësisht të ftuar në këto përleshje, dëshmon dhe njerë shkallën e lartë të inkriminimit, të sundimit të krimit në këtë vend. De facto, Shqipëria dominohet tërësisht nga krimi. Kjo është organizatë kriminale, nuk është qeveri. Dhe ju garantoj se në funksion të politikave të saj të diktuara nga organizatat kriminale është aftë të normal çdo akt. Dhe aty ku ka zë nuk është pa gjë, thot populli. Partia Demokratike ka reaguar fuqimisht. Shfrytëzoi këtë rast për të bërë thirrje demokratëve të Tiranës, por dhe të mbarë Shqipërisë, por në veçanti të Tiranës, që të shndrojnë shtatorin me pjesëmarrjen e tyre në protestën qytetare në muajin e goditjes vendimtare të regjimit anti-shqiptar, të regjimit diktatorial, autokratik, të narkoregjimit të Edi Ramës, dhe të shkojmë si një kom drejt zgjedhjeve të lira të ndershme, të realizojmë atë që realizon Kosova në mënyrë të përsëritur. Le të jetë shtatori muaj që të ndahemi përfundimisht nga kjo diktaturë. Asgjë nuk mund të ndryshojë qëndrimin tim ndaj në mbështetje të protestës. Pavarësisht nga sloganet që mund të përdorin opozita e opozicës që është vegël e qeverisë, e njohur si vegël e qeverisë, po ato nuk na pengojnë ne të japim mbështetjen më të fuqishme protestës. Në asnjë vend tjetër të botës nuk do të tolerohej një gjë e tillë. Nafta 220 lekë është çmimi më i lartë në botë në proporcion me rrogat, por dhe nominal është një nga 8 çmimet më të larta në botë.